Analizat laboratorike mbi viruset që qarkullojnë në vend nga sot do të kryen në laboratorin kombëtar të virologjisë pranë Institutit të Shëndetit Publik. Ky laborator është akredituar nga Organizata Botërore e Shëndetësisë, duke u bërë kështu pjesë e rrjetit evropian. Laboratorët kombëtar të virologjisë pranë Institutit të Shëndetit Publik luajnë një rol të pazëvendësueshëm në kontrollin e situatës lidhur me rrezikun nga poliomieliti, fruthi, rubeola në vendin tonë. Gjithashtu, edhe për laboratorin e gripit, që është pjesë e këtij laboratori të madh, pas kalimit provës së emergjencës vitin e kaluar me gripin pandemik, por dhe pas kalimit të testit të cilësisë, mund të themi me plot bindjen që është në gjendje të përballojë çdo situatë qarkullimit të këtij virusi në vendin tonë. Certifikimi i këtij laboratori do të eliminojë anksin e pacientëve të dyshuar për sëmundje infektive të ndryshme deri në marrjen e përgjigjes nga laboratorët e referencës në Rumani. Në të njëjtën kohë, do të rrisë shpejtësinë e veprimit të bluzave të bardha për të mbajtur nën kontroll epidemitë që mund të prekin popullatën.